ftuar ju përshëndesim në emisionin Ritmi I ditës, ku të ftuar si pjesëmarrës në këtë emision janë zoti Çamil Aliu, Sali Shabani dhe Naser Ballashi. Do të flasin për këngën Zbavice, respektivisht për grupin muzikor Uskana, që ka shënuar një histori të rrallë, jo vetëm në rajonin e Kërçovës, por edhe në Xherë. Për të folur për historikun e këtij grupi muzikor të famshëm, të thoja, që është themeluar pas viteve të 80-ta në një periudhë shumë të vështirë kohore, ku regjimi komunist ndalonte çdo gjë, jo vetëm arsimin, por edhe kulturën, përfshirë këtu edhe këngë. Zoti Çamil, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ritmi I ditës. Faleminderit juve për ftesën. Shpresoj që të kalojmë çaste të mira në këtë emision tuaj. Përshëndetje dhe mirësjellje edhe për Sali Shabanin dhe Naser Ballashi. Faleminderit për mua. Faleminderit, përshëndetje gjithë me emisionin. Zoti Çamil, do të doja këtë emision ta fillojmë me historikun e grupit muzikor Uskana. Si lindi iniciativa dhe si u konkretizua kjo iniciativë në atë periudhë të vështirë kohore? Po ashtu mirë e thënë, vitet 80-ta ishin vitet trubullta, ishin lëvizje studentore në Prishtinë, e gjithë rinia shqiptare kuptohet ishte fokusuar në studime atje, dhe gjitha lëvizjet që bëheshin në atë kuptimin se diçka duhet ndryshuar, sepse shtypja presioni vinte gjithë një jetë më I madh mbi të drejtat e jetën përgjithësi shqiptare. Kurse ne si grup kërkonim një dinamik të fortë, një optimizëm më të madh, jo vetëm këngë të dhimbshme melankolike, dhe këtij mendimi ishim ne të tre, fillimisht Saliu, Naseri, normalisht edhe Mika, në atë vizionin e tij për grupin, dhe dalë nga dalë, duke folur për këto objektiva tona, kishim një vizion shumë të qartë, sfidonin vetë kohën, vetë shtetin, dhe vendosëm të marrim guximin, të bëjmë atë që të tjerët nuk e kishin bërë. I vetmi këngëtar që disi na linte një frymëzim më vete ishte Jusuf Gërvalla, që në tekstet e tij kishte një filozofi shumë të thellë dhe këngët e tij kishin një kuptim më të gjerë edhe patriotik. Kjo na frymëzonte temase, na mbushte me ndjesi, me një zgjim më tepër brenda shpirtit, dhe kështu ja fillon. Brenda kësaj periudhe lindi kënga e Uskanës, dhe kështu grupi mori emrin Uskana, dhe dolën me tekstet e para, disi të veshura me një simbolikë, për ta fshehur kuptimin që shprehnim deri diku, por megjithatë Uskana mori dhe na shtiu në telashe, kënga më ndihmua. Teksti, mesazhi ishte shumë I qartë, mesazhi ishte I hapur, kërkonin lirinë, trojet janë tonat, kërkonin të drejtat tona, dhe kuptimi I jetës ishte vetëm në ata se Batuan dhe sërfyre nga regjimi komunist I asaj kohe që merrnin masa drastike kundër gjithçkaje që ishte në gjuhën shqipe. Sigurisht, edhe nuk na kursyen as neve, fatkeqësisht, në vlugun më të madh të krijimtarisë tonë ne përfunduam shumë keq, një pjesë e grupit përfunduam në grup. Fatmirësisht në atë periudhë Sali, Naseri ishin jashtë Kërçovës dhe Mika gjithashtu, dhe aty ku mbetëm e vazhduam me një ritëm edhe më të madh, me një brull më të fuqishëm në diasporë, në Amerikë, në Zvicër, me shokët tanë. Periudha e Burgut nuk doa të përqendrohem aty, por doa të them shkurtimisht se grupi Uskana, pavarësisht rrethanave ku ne përfunduam, grupi Uskana nuk e pushoi deri tani. Përkundrazi, në atë periudhë të viteve të Burgut, ndoshta mund të ndolën këngët më të fuqishme, një ritëm I fuqishëm,
një ritëm i gjallë, me një mesazh shumë advetar, të rinjt na deshin, e kërkonin. Ishte frymëzim për gjeneracion. Sigurisht, sepse ajo që ndaloi nxikte më tepër kurrështin e të rive, ta dëgjojnë më tepër Luskanë. Zoti Salish Shabani, ju do të thënë nga ajo periudhë kohore ishët në mërgim pas konkretizimit të kësaj. Sigurisht, po. Ishët në Amerikë, në seri, në Zvicër. Unë gjatë asaj kohe isha, por muzikën e kam pasur gjithmonë në shpirt dhe muzika po të kaplon nuk mund ta lej. Shokët ranë në Qamili, Nase, Safeti dhe Besimi ranë në Burg. Mirë po ne unë Naseri ishëm jashtë edhe indirekt kishëm komunikim gjatë vizitave, Qamili nuk pushoj së shkruajti. Ky shkruante edhe në Burg edhe komponante për në Burg. Që është fati i mirë se dhe në të tekstet edhe muzika dilte jashtë edhe ne unë Mika kompononjëm nga jashtë, i plotësonjëm, i bënim aranzhmanet edhe. Kjo kënga dul atëherë kur ishte në Burg Qamili Lumbardha që ka një tekst shumë simbolik të fuqishëm, që simbolizonte rëmjen e komunizmit, të rënja e murit Berlinit. Po, ashtu e kishte tematiken, domethënë. Ishte shumë politikisht një tekst i fuqishëm. Edhe kishte jehon, konga u bërë shumë, me të vërtet një kongë e bukur. Dhe në tërsi e përrejtuat ju, atë periudhë kohore, stacionet në taj grupit të muzikorës tanë. Po, ishte shumë vështirë, sa unë isha përkohësisht në Zvicër, faktikisht shkova për 3 muaj. Pa dokumente në fakt. Pa për 3 muaj vizit kështu në pare fisë. Edhe kur e ndëgjova lajmin se shokët e mi janë marrë me një shkak ose shkas kënga Luskana, me të vërtet nuk munesha ta pranoj si informacion, po faktikisht unë pastaj mas 3 muajsh më kaloi viza dhe unë beta atje s'munesha të vi këtu sepse pasoja do të ishin të njëjta. Natyrisht është shumë e vështirë kur njeriu mirret me art. Dhe unë mendoj se pengesa më e madhe për pushtetin ka qenë arsimimi në atë fazë, ishte arsimimi në nivelit shumë të lartë, edhe të lindi në mes të Kërçovës një grup Luskana me këngë të cilat i përkushtojnë atë dheut, mamavdheut, dashurinë për vendlindjen, dashurinë për lirinë. Ai ishte pasojë shumë e rëndë për grupin. Ne sa fillum ta përjetojmë atë gëzimin, formum grupin Luskana, ishim të ri, kishim emocionet, njerëzit na shikonin, ishte një kënaqësi e veçantë për ne ishte. Ne ja tham do fluturojmë, po kjo ishte me të vërtetë. Por u kalitëm, si burra u bëm u kalitëm, u bëm advetar, kishim kujdes për atë dheun, dhe faktikisht krijimtaria jonë lidhet shumë lidhi me atë dheun, mamavdheun, për Kërçovën këndojmë. Me një fjalë përgjithësi. Ne, deri në kohën e sotme, sidomos në krijimtarinë e Calit që ka vazhduar pa ndërprerje, domethënë e ka ruajtur këtë frymën, sidomos të moralit, të fjalës së drejtë, të fjalës së mirë, poetikës dhe fundja tekstet nuk janë domosdoshmë të shkruara prej Qamilit, përkundrazi ka poetë shumë të mirë, kemi shfrytzuar edhe tekstet të Xhelalit, të Xhamil Alilit. Me një fjalë kemi ruajtur atë frymën e tekstit që të jetë në nivelin e duhur. Në përputhje me vijën melodike që do të krijohet si tërësi, si harmonizim e kështu me radhë. Unë publikisht e përgëzoj sidomos në këtë pjesë të këtyre 2 dekadave të fundit që në krijimtarinë vetë ka vënë Sali, në vazhdimsi dhe thjesht ka ruajtur frymën e Luskanës të gjallë. Lirisht mund të them po të mos ishte, ndoshta ne do të kishim rapa në këtë kuptim. Meritat e veta i ka sigurisht edhe Naseri, sidomos edhe Ilmiu, që ka dhënë atë të vete në kuptimin e muzikës. Shkurt panë, Luskana ka qenë një vatër krijuesish me stile të ndryshme. Vetë stil ka qenë më vete Ilmiu, një stil më vete Sali, një stil më vete Naseri, të them edhe për vete ashtu kisha stilin tim. Po kur bëheshim bashkë, imagjinoni çfarë shpërtimi mund të ishte ai bashkëtimi shumë mendime dhe shumë stileve. Kjo është Luskana vërtet.
Në që të Qamili ju përmendi se ju të dy keni vazhduar këtë aktivitet në fushën e muzikës. Si ishte kjo veprimtari, cilat ishin motivet e veprimtarisë, sidomos në Mërgin, larg vendlindjes? Po, ëndrat i kishim shumë të mëdha, edhe ta asnjëherë nuk u zbehen. Prej Mërgimi, megjithatë që i ke distancën e largët, po kujtimet të mëdhejut dhe kujtimet e krijimtarisë së hershme nuk u zbehen te, po sigurisht. Sigurisht, malli për vendlinje, malli për shokët. Po tash me mundësimin e të telefonave kemi pas shumë kontakt me internetin, mund të bashkëpunojsh më afër. Neve na u dha besimi diku në vitin 2013 gjatë zgjedhjeve lokale këtu si band, erdhën në Amerikë edhe Qamili dhe Naseri prej Zvicrë. Edhe e krijuam atë. Aktiviteti i grupit ka vazhduar. Vazhdo, po me ndërpremje, megjithatë fati i jetës na ndau për një kohë shumë të gjatë. Pastaj krijuam familjet. Çdo njëri kishim familje, se duhet të krijosh familje, obligime familjare dhe nuk të mbetet edhe shumë kohë. Mirë, po tash neve në 2013, siç tash se të kthehem pak mbrapa, në 2013 na u dha besimi që ta krijojmë një këngë, kampanje për zgjedhjet lokale këtu. Edhe atë realizuam. Ishte titulli? Ishte titulli i këngës Rikthim në Uskana. U bazuam te kënga ikonike Uskana, qyteti im i bukur, po me një version të ri, për rikthim të Uskanës. Ishte të mesazheve që jepeshin? Sigurisht, mesazhi ishte i fuqishëm edhe besoj në kampanjën e përdorën atë fuqishëm. Dhe gjatë asaj kampanjës edhe kandidati ynë shqiptar fitoi. Prej asaj kishte një shtytje, një nxitje për të kriju të unë, se unë tash veç familjen e kisha, po sigurisht, fëmijët mu rritën, obligimet nuk i kisha ma që të më vaja, edhe jam në biznis, kam qenë në biznis familjar, së bashku me vlezërit, edhe mu dha mundësia financisht që të kesha kohë ma shumë të krijoj. Edhe kështu e kompletova studion time, edhe në bashkëpunim me Qamilin, me Naserin, me Ilmin krijuam filluam me albumin e parë pas një pauze shumë të gjatë në 2019. Ishte titulloshte Vendi im. Edhe titulli i këngës gjithmonë në krye, si të thonë, të përqendrimit e kishëm vendin tonë, domethënë Uskana. Edhe i bëm një këngë që titulloshte edhe albumi atë Vendi im. Tekstin e shkrujti Qamili. Besoj që edhe sonte do ta interpretojmë atë live. Do ta bëjmë për publikun këtu. Po, fillimisht, që jemi sinqert, unë nga ajo që ndodhi e kisha për detyrë si adetar, mund të them si patriot, shumë sinqerisht. E kisha për detyrë të ndihmoj diçka, se situata në Kosovë shumë e vështirë dhe mbajmë shumë mirë. Organizuam me këngë popullore folklorike, organizuam një orkestër, ishin pjesa më e madhe ishin prej Kërçove, pjesa ishte një pjesë e vogël nga Kosova, një turne në për Zvicër, 2-3 javore, edhe të gjithë të ardhurat dedikoheshin fëmijëve të Kosovës, për shkollat natyrisht. Edhe më e rëndësishmja që është në vitin 2008, se e kisha obligim. Në 2008 kam qenë, mos keq kuptohem, kam qenë njëri ndër krijuesit e iniciatorëve të krijimit të shoqatës Kërçova në Zvicër. Edhe ajo ishte për mua madhështore, domethënë shoqata ekziston në mua. Asaj përket muzikës patjetër. Unë si njëri jam shumë emocional.
Edhe me atë dhe unë jam, me që jetoj në gurbet, me atë dhe unë jam shumë i lidhur. Edhe 2 sekonda në Kërçov më duken ca një muj. Kështu që unë ma shumë kur kryoj për më mëdheun. Unë kam bërë një këngë të jashtëzakonshme, edhe dua ta shfrytëzoj momentin që ta falenderoj Qamilin që e ka bërë në burg. Po, bite më mëdheu të është komponuar në burg para 36 viteve. Edhe kjo këngë më dha mundësia mu që ta rinkomponoj, edhe kjo këngë është gati, shpresojmë të dali në publik. Edhe kështu kam vazhduar dhe për fat të mirë jam kështu me energji pozitive, kryojmë me ca linjemi fantastik me një fjalë kështu. Tash që kemi mundësi vim vendlinje ma shpesh e projektojmë bashkë, patjetër. S'ka mundësi ndryshe se ne ekzistojmë pa njëri tjetrin. Megjithatë që mosha pak na bën të ngecim nga pak se po prapë. Shqyqyr Zotit ende e kam zarin. Flasim pak për krijimtari muzikore, për albumin që i keni publikuar. Pas, sigurisht. Unë fillova më herët, thashtë pas një periudhe të gjatë që nuk krijuam ne për një kohë shumë të gjatë, përveç asaj për himnin e Kërçovës që bëm këtë për kampajnë. Në 2019 në Utubum atje erdhën shokët në Amerikë dhe e bëm albumin Vendi im, që titullohet, ka një gërshetim materiali shumë, besoj është shumë i frutshëm, shumë materiali mirë. Vendi im ishte si qenë, bazohesht e albumin atë, kishëm këngë lirike, kje këngë aty, me të vërtet, me instrumentime ndryshme, dashtë akustike, dashtë elektronike, i përziem kështë materiali dhe ka dalë një album me të vërtet shumë i fuqishëm, e bom miksimin e mestrin atje në një studio në periferi të Chicagos, edhe dul shumë albumi mirë. Pastaj e bom edhe promovimin e albumi këtu në Kërçov, asaj verës 2019, bëhem interpretuam edhe live këtu në sheshin e Kërçovës. Pas atit, krijimtaria e bora sigur një trend, një shprehi se duhet çdo vit të qes nga një album. Pas asaj duli albumi Lumbardha, asaj këngës që Qamili e ka komponuar në burg. Lumbardha që titullonte pra shembjen e murit të Berlinit, po ky e kishte për qëllim shembjen e murit shqiptar, se neve ashtu është. Ajo muri neve na krijon te pik. Do më thënë albumi ishte Lumbardha, pas Lumbardhës dul edhe albumi Luftëtari i rrugëve. Albumi më i fundit është Kronika të zgjedhura në gitarë, që jam përqendruar kryesisht në instrumente natyrale, vetëm me akustik gitarë dhe s'ka instrumente tjera elektronik. Krejtësisht, tematika është, ajo është, kam bërë rearanjim dhe interpretim të ri të këngëve më të zgjedhura, kështu të Uskanës, në materialit, po kryesisht janë unplugged, në anglisht, që do në thotë pa instrumente në rrymë, është me akustik. Edhe ju, zotin Acer, keni bazu ndërkohë, cili është projekti juaj më i ri në fushën e muzikës? Po, unë kam bërë një 3 këngë janë të cilat i kam pas si ëndër t'i realizoj. Unë menoj se krenari kam që kam realizu këngën më e mirë Lule me Shami, është një këngë e jashtëzakonshme shumë i vjetër, nuk e di, po me siguri, po me motive burimore dhe me siguri është qindra vjeçare, është këngë shumë e vjetër. Edhe unë e kam praktikuar në për manifestime të ndryshme edhe kam pas ëndër. Si rrallë herë që mund të realizojmë një këngë, e kam bërë në mënyrë kështu të instrumentat janë komplet më të gjallë. Kështu tupanat e basi e gitarat janë krejt janë të gjalla. Se jeshi nga arbria bashkët me lakmi, era të kapre, e mjafti ka dhe, në del kjo melodi, për ty, moj bukuri. Moj miradër të mira, prove do jeshti, moj mira arbërore, flake dashuri. Moj miradër të mira, këtë s'ka si ti,
më e mira cucu skane, lule për buri. Kam bo rima e fundit, po ashtu komponimi i Qamilit. Kam bo para një 2 vitesh, isha në Kërqaf këtu, neta një 2-3 javë u ktheva, aq më morri malli për më mëdheun, e kisha muzikën gati, e gjeta edhe tekstin edhe e bonëm po ashtu këngën për më mëdheun. Qajupi. Po, Qajupi, po. Me një fjalë krijimtaria vazhdon, po për fat të keq mundësit, tashti edhe mosha e bon, se kanë qenë një 2-3 herë ke sali në Amerikë, edhe pak sikur, ku diun, mundohemi kështu me bashkëpunim me Calin, të krijojmë pak edhe vetë diçka. Me një fjalë kemi energji edhe bashkëpunimi është patjetër. Kundre, unë këta desha të them, se juve nuk ju mungon energjia dhe zoti Qamili është aktiv. Kraj gjatë për çdo fjalë, për çdo tekst e kemi Qamilin, aty krisk telefoni ke Qamili. Po, tash na jepet shumë mundësia se me avancimin e teknologjisë, tash me internetin, e këta files mund t'i bësh share nëpërmjet internetit. Diçka unë kam një ide ose ndonjë tjetër, e bën, do të thonë, e ndan me shokun tënd nëpërmjet internetit edhe kështu mund të krijosh lirsh. Në çdo kam që lindi ti qëndroje, e dashura ime sa fort ty të doja. Me bukurin tënde unë marrë fitura, kitarë sime, me ëndje i këndoja. Kjo është dashuria jo që vetëm në këngë gjej ushtimi. Kjo është dashuria jo që vetëm në këngë gjej ushtimi. Më shoqëroj rime fundit kudo që të shkoj. Me shoqëroj rime fundit kudo që të shkoj. Zoti Qamil, akoma vazhdon puna, si në moshën e rinore. Tashi, jo në atë ritëm që e kam pas më herët, Natyrisht. rri gjitha nuk mund të rri anësh, atë që përmendi në seri dhe të sali, edhe ato këngët lirike të motivit të dashurisë, patjetër do të ndërlidhen me vendlindjen tonë. Do të thënë, kush është më e mira, domosdoshmë më e mira tjetë prej uskave. Më e mira dhe të mira që ndoshta ta këndoj Sali, do të thënë edhe në këtë pjesë, do të thënë të lirikave të motivit të dashurisë, do të thënë domosdoshmë më e bukur tjetë prej uskave. Përveç motiveve patriotike, gjithçka ndërlidhet me uskavën. Edhe e bukura domosdoshmë të ndërlidhet me uskavën. Kështu e ruajmë atë frymë të vendit, të vendlindjes, si me thënë, jemi tepër të fokusuar te kjo pikë edhe mos na thonë se jemi lokalista, por S'ka gjë të keqe aty është vendim. Unë një plotësim të vogël ta shfrytëzoj këtë moment. Nuk e di a kam me të drejtë, po do ta them. Ne komunën e Kërçavës e hupëm, kur ishin zgjedhjet e fundit, edhe unë jam prek shumë thellë, edhe kam një këngë të komponuar, e kam bë muzika është gati. Shpejt dëshpërimi këtu. E lus Qamilin, kam biseduar me Qamilin, e lus Qamilin që të mboj një tekst që të vetëdijsohemi si kom që kjo që ndodhi me neve mos ndoshta do të jetë këngë kritike për të gjithë politikanët, po e kemi obligim nëpërmes të artit e kemi obligim të t'i qortojmë politikanët, t'i qortojmë njerëzit që po na dëmtojnë jashtëzakonisht shumë, edhe shpresoj kjo këngë të dali sa më shpejt në publik që ndoshta dikush do të emancipoj, do të ketë si blerë për të ndryshuar karakterin. Të shpresojmë se edhe aktiviteti juaj dhe bashkëpunimi do të vazhdojë edhe më tej. Shpresojmë. Gjithnjë duke qenë për bazë, duke pasur misionin tonë, t'i shërbejë, kënga jonë duhet t'i shërbejë shoqërisë, t'i shërbejë një qëllimi të përcaktuar, edhe atë që thotë në seri, edhe kjo që po përgatitet në të ardhmen të bëjë, domethënë t'i shërbejë një misioni për të mirën e shoqërisë, për të mirën
qytetarëve në përgjithësi, jo vetëm të shqiptarëve, po, për një jetë më të mirë, më të sigurt, për një standard më të lartë, sepse këto janë brendat e përgjithshme. Nëse nuk keni diçka tjetër të shtoni, si përfund desha një mesazh sidomos për gjeneratat e reja në për kultivimin e këngës shqipe. Të rinjt do të shfrytëzojnë një bazë të shëndosh të folklorit shumë të veçantë që e ka qyteti ynë dhe tek burimi i këngës sonë të gjejnë edhe frymëzime. Sepse çfarëdo që atyre do t'u interesonte të bëjnë në atë artin e muzikës, besomuni, e them me shumë bindje të plot, do ta gjejnë ke lirikat kërçovare. Lirisht mund të them se këngët tona janë shumë të veçanta, në trevat tona shqiptare nuk e ka këtë stil çfarë ne e kemi kultivuar në këngët lirike, dhe prandaj edhe krijimet e reja të kujdo qoftë që do t'i rrekesh të frymëzimit të burimeve të këngëve tona, besoni se mund të bëjnë kryevetra. Aty o brumi shëndosh. Brumi më i pastër i folklorit shqiptar. Shpresojmë se këtë do ta bëjmë. Flasim pak për planin për të ardhmen. Kjo pyetje për të tretë. Galase. Undonës. Po, të jemi sinqert, unë kam një 4-5 komponime që i kam të gatshme kështu, edhe në rend dite është një këngë po ashtu e cila i përkushtohet Kërçovës, është me një tekst, një djalë i ri e ka bërë tekstin e këngës, edhe tash vetëm pres momentin ta kryj bitë më mëdheut, do të bëj një incizim për spot, edhe përgatitemi pastaj për atë këngën e Uskanës. Ka një tekst të jashtëzakonshëm, edhe muzika është fenomenale, pra ka disa këngë që duhet realizohen. Edhe për një kohë ndoshta një vjetore do ta shihni rezultatin. Do të dalin. Do të dalin, po. Po, sa i përket muzikës, unë do të vazhdoj deri sa kam energjinë e fundit. Deri sa të më nalet zoni, deri sa të më nalet mendja, si të thosh, se unë jemi pak, kemi hyrë edhe në moshë. Mosha e bon punën e vete, po ne do të provojmë me gjithë forcë që të vazhdojmë. Ndoshta inshallah do të realizojmë edhe një videoklip kështu së bashku, si band, se atë se kemi bërë, në kohën e fundit, që ajo në mungon së tepërmi, se ne kemi punuar individualisht, unë kam krijuar individualisht, në seri individualisht, por nuk e kemi bërë kështu në një sen diçka, në një videoklip së bashku. Kemi punuar bashkë, po asnjë nuk e din se kemi punuar bashkë, por nuk kemi dalë në skenë kështu në video së bashku. Ndoshta kjo do të realizohet së shpejti. Do të thonë është që realizohet një projekt i këtij. Po sigurisht që po, nuk duhet asnjë nuk kemi dorëzuar, tash nuk do të dorëzohemi, po për të ardhmen, unë për vete kam thënë është mjaft, duhet të tërhiqem, po është interesant se krijimtaria është një virus, në kuptimin pozitiv të fjalës, dhe në momentin që ti dëshiron të tërhiqesh, vetë virusi të josh... Nuk kemi biznesuar, po shumë për të vështira. Po, duhet vazhduar. Ta shqira barriera kemi. A që thotë Sari të kanë deri në frymën e fundit, njeri do të krijojë edhe vërtet qenë ka ashtu. Edhe sikur të duash të tërhiqesh, nuk mundesh. Prandaj kjo është një shpresë, të them, për grupin Uskana që ne do të vazhdojmë me krijimtarinë. Unë më mbetet në fund t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në emisionin Ritmi i Ditës dhe t'ju dëshiroj suksese në periudhën që vjen. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shikues të respektuar, ishte kjo biseda që e zhvilluam me antarët e grupit Uskana nga Kërçova për emisionin Ritmi i Ditës. Mirë të takoshim në emisione tjera.
do qenë të lumtu, dhe ty urejtë me u trashëgua, në lumin të në jeta jo në rodi, por sot kur ty të ka praktisu, shumicën kur vetin e mori. Uskana ime dashu, se koha po vjen me liri, ka larg i sjerëve të tjerë, e jo na je, që qerëve do t'jesh, uskana e dashu. Uskana ime dashu, koha po vjen me liri, ka larg i sjerëve të tjerë, e jo na je, që qerëve do t'jesh, uskana e dashu.